Hoxhë i nderuar, a mund të hysh në xhennet pa vepra? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, lavdërimi dhe paqja dhe bekimet qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Muaji i Ramazanit është muaj i mëshirës, faljes dhe mirësive të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Por në mënyrë që njeriu të arrijë mirësitë e Zotit subhanahu wa taala në vazhdimsi, i duhet që të mos i ndërpresë veprat e mira, sepse siç thuhet në një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk do t'i ndërpresë mirësitë ndaj jush vetëm nëse ju do të mërziteni, do të dobësoheni dhe do të ndërprisni veprat e mira, siç është kuptimi i hadithit profetit Muhammed. Ne jemi krijuar që të adhurojmë Zotin. Ky është qëllimi i krijimit, siç ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë krijova xhindët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Dhe pra, qëllimi i krijimit tonë është që ne të adhurojmë Zotin, ne t'i falemi Zotit, ne t'i bindemi Zotit, duke i kryer detyrat që na i ka caktuar ai dhe duke u larguar nga gjërat që ai na ka ndaluar. Dhe nëse njeriu e braktis këtë detyrë, domethënë, nëse njeriu merret me ibadet vetëm muajin e Ramazanit dhe e braktis gjatë muajve të tjerë të Ramazanit, kjo do të thotë që njeriu nuk është në funksionin e duhur, njeriu nuk po kryen punën për cilën e ka krijuar Allahu i lartësuar, nuk po bën atë që kërkon Zoti i gjithësisë prej tij. Allahu i lartësuar kërkon që ne vazhdimisht të falemi, dhe në kohën e caktuar, kuptohet. Që ne t'i kryejmë detyrat në mënyrë të vazhdueshme. Ne gjithnjë të ruhemi nga ato që janë gjunahe, që janë ndaluara në fe. Allahu i lartësuar na solli në këtë botë që ta vëjë në provë. Në këtë botë ekziston jeta dhe vdekja, e mira dhe e keqja. Dhe Allahu i lartësuar këto kushte në këtë botë i ka krijuar që njeriu të vihet në provë, nëse do t'i bindet Allahut apo jo, nëse do i falet Zotit apo jo, nëse do të tregohet mirënjohës ndaj Allahut duke i kryer detyrat e fesë, duke u larguar nga gjunahet apo jo. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen që t'u vëjë juve në provë, secili për ju do bëj vepra më të mira. Pra jemi në provë nëse do bëj vepra të mira apo jo. Ramazani shërben që ne të kultivojmë devocionin fetar, që ne të jemi për atyre që do t'i kryejnë detyrat e fesë, që do t'i bindën në vazhdimsi Zotit të gjithësisë, që do ruhen nga gjunahet. Pra, Ramazani është shkollë edukimi. Kjo është qëllimi i Ramazanit, la'allakum tattaqun, qëllimi i agjërimit, që ju të bëheni të devotshëm. Këtë qëllim e ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. Veprat e mira janë pjesë e besimit. Dhe pa vepra të mira njeriu s'mund të ketë besim, s'mund të jetë besimtar. Kështu që veprat e mira janë domosdoshme. Pa vepra të mira s'ka xhenet, sepse Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Hyni në xhenet për shkak të veprave që keni bërë. Nëse njeriu s'ka vepra, atëherë s'do ketë xhenet, s'do hyjë në xhenet. Veprat janë shkak për të fituar xhenetin. Ata që kryejnë vepra të mira do të jenë fituar. Ata që kanë besim dhe kryejnë vepra të mira. Prandaj shumë vende në Kur'an Allahu i lartësuar nuk ka përmendur vetëm besimin, siç thonë sa njerëz, unë besoj Zot. Ky s'juhet besim i saktë. S'juhet besimtar njëri që thotë thjesht besoj Zot, por apo s'do më ditë për Zotin. Ta adhuroj Zotin, t'i falet Zotit, që jemi krijuar të adhurojmë Zotin, t'i falemi atij. Të kryej detyrat që na ka caktuar Zoti. Se Zoti që na ka krijuar kërkon diçka prej nesh. Duhet ta përmbushim qëllimin për cilën na ka krijuar. Edhe të ruhemi nga gjunahet.
Kështu që kush nuk kryen vepra të mira s'ka xhenet. Sepse Allahu në natyrë ka përmendur veprat e mira në Kur'an si shkak për të hyrë në xhenet. Dhe ka premtuar xhenetin për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Dhe ata që nuk kryejnë vepra të mira do të jenë dështuar ditën e gjykimit. Në surën Asr Allahu në natyrë ka përmendur cilësitë e njerëzve që do shpëtojnë. Ka thënë wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr, vërtet njeriu do të dështojë. Pra njerëzit do të dështojnë. Do përfundojnë në dështim, në dënim. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Që këshillojnë njëri tjetrin, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Pra Allahu në natyrë ka përmendur krahas besimit dhe veprat e mira. Që këshillojnë njëri tjetrin për të ndjekur të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin për të duruar.